Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ilir Meta president, Rizarta Hoxha reagon pas gafës. Blogerja e njohur Rizarta Hoxha është vënë në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale pas një momenti të ndodhur në një emision. Gjatë bisedës në studio, gazetari Bledmane e pyeti se kush është presidenti aktual i Shqipërisë. Përgjigjja e Rizartës ishte e menjëhershme. Ilir Meta, por ai është në burg. Një deklaratë që shkaktoi të qeshura në studio për njëkohësisht u shpërnda me shpejtësinë në internet duke u bërë temë diskutimit publik. Pas përhapjes së videos, reagimet në rrjet nuk kanë munguar. Shumë prej tyre e morën si batutë të pavetdijshme, ndërsa të tjerë kritikuan ashpër për mungesë informacioni mbi realitetin politik në vend. Duke mos e lënë pa koment, Rizarta reagoi përmes një postimi në Instagram. Në shënimin e saj ajo shkroi: "Nuk ja kam thënë askujt këtë gjë më parë, por kam gënjur kur kam thënë se nuk do hiqja kurrë dorë nga Shqipëria." Ky reagim tregoi se momenti viral dhe sidomos komentet negative e kishin prekur në aspektin emocional, duke bërë që të hapet edhe një debat mbi presionin që krijohet te personazhet publike nga rrjetet sociale. Në fillim situata u mor si një moment humori i padëmshëm, por shumë shpejt rrjetet sociale e kthyen në një çështje më të madhe, duke bërë emrin e Rizartës të përflitet kudo. Shumë përdorues nisën të ironizojnë, ndërsa të tjerë mbrojtën duke theksuar se kushdo mund të gabojë në një moment spontan para kamerave.